Një studim i fundit i kryer nga Universiteti Carlos III në Madrid dhe Universiteti Rovira i Virgjilit të Barcelonës përcaktoi se 90% e popullsisë klasifikohet në bazë të 4 lloje të personaliteteve: pesimist, optimist, të sigurt dhe ziliqar. Grupi i fundit përbën respektivisht 30% të popullsisë. Të jesh xheloz është një ndjenjë shumë e zakonshme, siç konfirmohet nga ky studim. Po ashtu, studimi na ndihmon për të kuptuar njerëzit të cilët janë ziliqar, të cilët kanë 8 karakteristika. Së pari, janë gjithmonë kritik për personat që i rrethojnë. Kalojnë shumë kohë në rrjetet sociale. Miqt i kanë braktisur. Provojnë shpesh ndjenja negative. Kanë tendencën për të bërë gjithmonë viktimën. Nuk kanë vetë besim. Po ashtu, janë në konkurrencë të përjetshme me personat që i rrethojnë. Dhe së fundmi, i kushtojnë shumë vëmendje komunikimit me të tjerët. Ndaj, nëse keni ndonjë mik me këto cilësi, duhet ta kuptoni se është ziliqar. Mundohuni, pse jo, të shkëputeni prej tij. Deri më 21 gusht të vitit të ardhshëm ka ende shumë kohë, por amerikanët janë paralajmëruar që të jenë gati për një fenomen spektakolar dhe të rrallë, që ndodh një herë në 99 vite. Bëhet fjalë për një eklips total diellor, që do të prek pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara dhe miliona amerikanë. Do të jenë dëshmitar të një eventi që quhet i papërshkrueshëm, i paharrueshëm dhe spektakolar. Shkencëtarët kanë përllogaritur zonat që do të preken dhe kohëzgjatjen e eklipsit. Ai do të nisë në Oregon, rreth orës 10:15 minuta me orën lokale dhe do të vazhdojë në drejtim të lindjes, duke përfunduar në Karolinën e Jugut 1 orë gjysmë më vonë. Eklipsi total do të zgjas në varësi të zonave deri në 2 minuta e 30 sekonda maksimumi. Hera e fundit që në Shtetet e Bashkuara është regjistruar një eklips i plotë diellor është data 8 qershor 1918 dhe që në atë kohë studiuesit kishin parashikuar vitin, pasi faqet e para të gazetave të 9 qershorit atij viti hapeshin me titullin "Tjetri ndodh në 2017".